Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut vijon rritjen e qëndrueshme. Në tremujorin e 4 të vitit 2025 ajo shënoi një rritje me 3.8%, ndërsa për gjithë vitin 2025 rritja e prodhimit vendor bruto është 3.5%. Sipas ministres financave Gordana Dimitreska Koçoska, këto të dhëna e rëndisin vendin ndër shtetet me rritjen më të lartë të prodhimit të brendshëm bruto në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Nëse krahasojmë me vendet e rajonit, rritja në Serbi është 2.2%, në Kroaci 3.6%, në Bullgari 3%, Sloveni 2% e kështu me radhë, deklaroi Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçoska. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë të mendimit se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare janë të shmangshme dhe të panevojshme në këtë fazë të Republikës. Në këtë përfundim është arritur pas takimit të 15 deputetëve të LDK-s. Mbledhja erdhi pas takimit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku me kryeministrin Albin Kurti. Zëdhënësi i LDK-s Besian Mustafa tha se kjo parti kërkon edhe konsensus të gjerë politik, pra një kandidat që vjen si pajtueshmëri nga të gjithë partitë politike ose një marrëveshje politike klasike mes të dy partive dhe në këtë rast asaj në pushtet dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do thashë një marrëveshje politike në mes të dy partive, fillimisht do diskutonin parimet të si do dukej presidenti i ardhshëm, pastaj do të flasim për kriteret specifike që duhet plotësonte një kandidat specifik, pastaj bazuar në këto kritere të pajtuara në mes të dy palëve, nëse po flasim për marrëveshje politike, do të flasim për emra të veçantë. Lidhur me spekulimin në media se nga Kurti është propozuar Glauk Konjusa për president, Mustafa ka thënë se nuk mund të përgjigjet për gjëra hipotetike. Kemi dëgjuar, e kam parë dhe unë në medje, por po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim konsiderohet kur ke 30 nënshkrime në Kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar formal. Gjykata kushtetuese rrëzon zgjatjen e masë arrest shtëpie ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Vendimi u mor pas shqyrtimit të ankimimit të paraqitur nga ish-kryeministri. Kushtetuesja vlerëson se masat e sigurisë duhet të jenë proporcionale dhe të arsyetuara në çdo fazë të procedimit penal. Përjedhoi. Ajo deklaroi se periudha e qëndrimit të Berishës në arrest shtëpie nuk ishte në përputhje me qëllimin e vendosjes së masës dhe nuk lidhej më me mbarvajtjen e procesit penal, por vetëm me mosrespektimin e një urdhërimi të mëparshëm gjyqësor. Më 3 janar 2025, gjykata e posaçme apelit vendosi ndaj tij masën e sigurisë detyrim paraqitje, të cilën ai ka vejuar të zbatojë deri më sot. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Franca paralajmëron rishikimin e doktrinës bërthamore. Presidenti Emmanuel Macron paralajmëroi rritjet e kapaciteteve bërthamore dhe zgjerim të tash të quajturës ombrellë mbrojtëse për të përfshirë dhe vende të tjera europiane. Sipas Macron, ndryshimet e thella në skenën ndërkombëtare dhe zhvillimet gjeopolitike globale kanë detyruar Francën të përshtatë strategjinë e saj të mbrojtjes me sfidat aktuale dhe ato të së ardhmes. Ajo theksoi se gjithnjë më shumë shtete po synojnë të sigurojnë armë bërthamore, duke shtuar se 50 vite të ardhshme do të jenë koha e armëve bërthamore. Bazat ushtarake britanike në Qipro po qëndrojnë në gjendje gatishmërie të lartë për të parandaluar sulme të reja pas dronit iranian që goditi të hënën. Nuk pati të lënduar dhe dëmi ishte minimal, por sulmi e solli konfliktin në tokën europiane. Autoritetet qipriote thonë se po monitorojnë situatën dhe janë në kontakt me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si dhe me vendet e lindjes së mesme. Pas kësaj ngjarje, dy anije luftarake greke u nisën drejt Qipros. Ministri i Mbrojtjes Nikos Dendias tha se njëra nga anijet luftarake është e pajisur me sistem kundër dronëve. Ai gjithashtu tha se Greqia do të dërgojë avion luftarak në Qipro. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.